Furnizonte me para shërbimin izraelit të spionazhit, ky është shqiptari që rrezikon 35 vite burg. Liridon Rexhepi, shqiptari nga Kosova, i akuzuar se ka vepruar si koordinator financiar për Agjencinë e Inteligjencës Izraelite Mossad në Turqi. Do të përballet me deri 35 vite burg sipas një akt akuze të ngritur nga zyra e prokurorit publik të Stambollit. Akt akuze e përgatitur nga zyra e krye prokurorit publik për hetimin e krimeve terroriste pretendon se Rexhepi i transferoi fonde të dërguara nga Mossadi tek individ shtetas turq dhe të huaj të cilët ishin nën hetim për spionazh. Këto transferime thuhet se u bën për të mbështetur operacionet e inteligjencës, duke përfshirë mbikëqyrjen dhe mbledhjen e të dhënave. Hetimi nisur pas përpjekjeve të përbashkëta nga organizata kombëtare e inteligjencës e Turqisë MIT dhe dega kundër terrorizmit e Departamentit të Policisë së Stambollit zbuloi se Rexhepi punoi me bashkëpunëtorin vendas Ildiraj Boztepe për të kryer mbikëqyrje me dron në zonat e banuara ku jetojnë shtetas palestinez, veçanërisht në distriktet Buyukçek Meçe dhe Basak Sehir. Në dëshmitë e tij, Boztepe pohoi se kishte punuar profesionalisht me videografi me dron dhe se ishte kontaktuar në vitin 2020 nga një burr i quajtur Abdullah, i cili përdori një numër telefoni të huaj për të kërkuar pamje nga ajri të një prone. Ai tha se kishte marrë kërkesa të shumta të ngjashme nga Abdullah dhe ishte paguar përmes ndërmjetësve të ndryshëm pa i ditur individët që transferuan fondet.